Mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së dashit në Letra të Rrëfejnë, do bëjmë leximin e radhës për ju. Unë jam Diana dhe Letra do lexojnë në përgjithësi të fokusuar në të ardhmen. Dashur dashi, letrat që kemi që në kanë dalë janë 4 të shkopive, pastaj janë 10 të shkopive, është 4 të shpatës dhe gjykimi dhe letra Oracle që është si tip rezultati apo lidhje për të gjitha këto 4 letrat anash. Dashi, je në një situatë që dikur të jepte ndjenjë sigurie, ndoshta edhe lumturi. 4 të shkopive këtë thotë, dhe kjo del qartë nga kjo letër, po mënyra si shfaqet këtu me skelet dhe afër letrat cilat i ka, është shumë e fortë. Ajo gjë nuk është e gjallë më. Është bërë zakon, çfarëdo që të jetë është bërë zakon, është bërë kujtim, por nuk është më realitet që të ushqen. Dhe prap ti po qëndron aty, në çfarëdo lloj situate jemi duke folur, mund të jetë person, mund të jetë situata, apo vet ju si karakter, si gjendje aktuale, ta them. Jo sepse të bën mirë, nuk po qëndron aty sepse të bën mirë, por sepse e njeh, je komfort, je mësuar dhe kështu me radhë. Pastaj hyn në 10 shkopive që është flutura, dhe këtu vjen kontrasti madh, dashi. Je gati për transformim. Flutura nuk vjen për të zbukuruar, vjen për të treguar që verzioni yt i vjetër ka përfunduar. Por problemi është ky. Je duke ndjer peshën, po e ndjen dhe lodhjen, po e ndjen që dhe situata të rëndon dhe prap nuk po e lëshon. Pra historia vazhdon kështu, po mban diçka që ka mbaruar, dhe kjo po të rëndon gjithnjë e më shumë, dashi. Kjo të qenë drejte të 4 të shpatës. Është letër shumë e rëndësishme për ju këtu, apo në këtë lexim, sepse tregon gjendjen tënde mendore, të lodhur, jo vetëm fizikisht, por dhe mendërisht. Je një fazë ku mendimet e tua nuk po të ndihmojnë më, por po të mbajnë në vend. Është sikur je futur në një pushim të detyruar, ta them ashtu. Sepse nuk ke më energji të përballesh me realitetin. Dhe ja ku vjen në pika më e fort e gjithë këtij leximi. Gjykimi. Nuk është letër e lehtë. Kjo është zgjim. Të shkon, të zgjoj. Kjo është momenti kur jeta të thot, universi, Zoti, çfarëdo që ta quash, sido që t'ia vësh emrin, nuk mund të vazhdosh kështu. Zgjohu, ndrysho. Sepse nëse nuk ndryshon vet, ndjes, ndryshimi do të vi me forcë. Dhe të gjitha këto lidhen perfekt me mesazhin në mes. Që thot, po i thoni jeni duke e limituar veten, është vonë. Nuk është mirë mjaftueshëm. Askujt si intereson, e kështu vet. Këtu është qelsi gjithë historisë suaj. Ti nuk po qëndron në këtë situatë sepse nuk ke rrugë tjetër. Ti po qëndron sepse je një pjesë, apo një pjesë e jotja beson që është vonë për të ndryshuar, që nuk je mjaftueshëm, që nuk do të funksionoj, dhe kjo është arsyeja pse nuk lëshon atë që ka mbaruar, që është 4 të shkopive, e ndjen peshën për nuk lëviz 10 të
shkopive, mbyllesh në vetvete 4 të shpatës dhe jeta të detyron të zgjohesh që është gjykimi. Pra të dashur deshër, nuk je as pak i bllokuar, ti po zgjedh të mos lëvizësh, sepse mendimet e tua të kanë bindur që nuk ja vlen. Çfarë mund të marrim nga ky lexim, nga ky lexim, një mesazh të gjatë. Nuk është se nuk ke mundësi për ndryshim. Është se po mban një jetë që ka mbaruar sepse ke frikë nga ajo që vjen më pas. Zgjohu tash.